që ka të bëj me besimtarët, të cilët Allahu i përmendi në Kur'an, wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Dhe kjo është duaja e besimtarit të vërtet, që nuk e lidh besimin në Zot, në Allahun xhelleshanuhu, a do të vinë apo jo të mira materiale në jetën e kësaj bote. Nuk është ky qëllimi i besimit të besimtarit sinqert. Besimtari sinqert ka vetëm një qëllim të vetëm, të fitoj kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu. Qoftë edhe nëse ai do të sprovojë me provat më të mëdha të kësaj dynjaje, ati intereson të fitoj kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu me çdo kusht. Dhe këta janë ata të cilët luten, Zoti ynë na jep neve edhe të mirat të kësaj bote, po edhe të mirat e ahiretit. Pra normalisht do jetojmë, do ham, do të pim, kemi nevojë edhe për mirëqenie në këtë botë, e kërkojmë prej Allahut këtë në mënyrë halal, në rrugët që ai është i kënaqur, bëu i pasur, bëu mbret, halal e ke, sepse Zoti ta ka mundsuar, vetëm se ti duhet ta fitosh në rrugën halal, dhe sa më i pasur të bësh, aq më të mirë është më pas nëse ti këtë mirësitë të Zotit do ta kthesh në shërbim të Zotit xheleshanu në rrugën dhe në fenë e tij, por nga ana tjetër mos harro që të bësh dhe lutjen tjetër, dhe na jep po ashtu të mira në ahiret, na jep xhenetin në ahiret dhe na ruaj neve nga zjarri i xhehenemit. Dhe kjo pikërisht është kategoria e njerëzve të cilët e lusin Allahun xheleshanu në këtë fakt, sepse për ta është shumë e rëndësishme ahireti.